Gjatë këtyre 10 viteve të shkollës të Kolegjit Kristal është zhvilluar mësimi normalisht, por përveç zhvillimit të mësimit të edukimit fizik, kemi pasur dhe aktivitete jashtë-shkollore. Si për shembull në marrjen pjesë të aerobis, në disa evenimente që janë zhvilluar këtu në vendin tonë, kemi marrë goxha çmime të ndryshme. Njëkohësisht kemi bërë edhe aktivitete jashtë-shkollore me shkolla të ndryshme private, edhe kemi zhvilluar ndeshje voleybolli, basketbolli, futbolli, kemi dalë me rezultate shumë të mira. Dhe përveç kësaj kemi marrë pjesë edhe në evenimentin që është zhvilluar kampionati Shout, ku kemi marrë edhe çmim në vendin e parë. Vijojmë pelegrinazhin tonë në mjediset e kristalinëve në kërkim historisht të thjeshta, që nuk kërkojnë komente, nuk kërkojnë shpjegime, janë vetë shtjelluese. Ne jemi nxënës të Kolegjit Kristal, jemi motër e vlla. Kjo është motra ime Ana në klasë të 4 dhe unë jam Davidi në klasë të 9. Jemi nga Tirana. Jemi 3 vëllezër nga Lapraka. Unë quhem Valdrin Memia që jam në klasë të 6. Ky është vllai im i vogël Dardan Memia që është në klasë të parë, ai tjetri është në klasë të 6 në klasë me mua. Ne kemi 8 vjet që në Kopët që kemi ardhur në këtë kolegj. Vllai i vogël sapo ka nisur klasën e parë në këtë kolegj. Dikush kërkon në këto minuta të pushimit për të kaluar kohën në muzeun e shkollës. Të tjerë zhyten në qetësinë e bibliotekës. Libra të shumëllojshëm për të gjitha moshat mbushin raftet e sallës, ku kushdo mund t'i tërheq për t'i marrë me vete, apo thjesht mund të ulet e të lexojë. Largohemi nga qetësia e bibliotekës, drejt tingush muzikor e zërash që vijnë nga obori gjelbërim plot i shkollës. Nxënësit përgatiten për programin e përvjetorit kolegjit. Punë, pasion, përkushtim. Shkolla jonë Kristal merret shumë edhe me aktivitetet artistike. Këto aktivitete janë shumë cilësore, sepse edhe fëmijët janë shumë të përgatitur, çdo klasë ka talente shumë të përgatitur, të cilët na formojnë një grup shumë të mirë në aktivitetet që kemi ne me rastin e festave dhe me rastin e konkursit që organizon shkolla. Dhe natyrisht që lipse të bisedojmë edhe me mësuese Gentën, një ndër mësueset e para të Kolegjit Kristal. Nuk kanë munguar aktivitetet.
Aktivitetet e tilla si për shembull fest për 28-29 nëntorin, 7-8 marsin, festën e fëmijëve 1 qershor, festa e abetares janë kthyer në traditë në shkollë. Për të mos folur pastaj për aktivitete që bëhen për përvjetore të ndryshme në festa apo për vjetore siç e thash për autor të ndryshëm, për promovime librash, nuk kanë qenë të pakta rastet kur në shkollën tonë kanë ardhur autorë të ndryshëm dhe kanë promovuar librat e tyre. Ose një rast i veçantë që mund ta them pa frikë, ka qenë ai ku një nga mësuesët shkroi një pjesë dramatike të përshtatshme për moshat gjimnaziste dhe ajo pjesë u vu në skenë nga vetë nxënësit dhe nga vetë mësuesit, një bashkëpunim, le të themi, i mrekullueshëm. Largohemi nga obori kristalinëve në kërkim mjedisesh të tjera. Infermieria. Asgjë nuk i lihet rastësisë, asgjë nuk i lihet së papriturës. Ne u japim fëmijëve ndihmë në shpejt, siç janë gjërat e përditshme, dhimbje koke, temperaturë, dhimbje barku e tjerë. Në rastet më serioze, u drejtohemi klinikave dhe marrim gjithmonë kontakt me prindrit. Tani më ka ardhur ora e drekës. Natyrisht, të parat janë kristalinët e vegjël. Rregull, pastërti, bollëk, siguri. Menuja e ushqimit përgatitet çdo javë nga Këshilli i Mencës dhe dietologja, e cila vjen çdo ditë gjysmore para shpërndarjes për kontroll. Tani më ka ardhur ora e fundit, ora e konsultimeve apo studimit, ku i gjithë personeli mësimor vihet në dispozicion të nxënësve. Sa kaq orari mësimor ka mbaruar, gjithçka e organizuar, gjithçka në kohën e duhur. Kristalinët u drejtohen furgonëve të rreshtuar në pritje të tyre. Ka ardhur koha që secili të kthehet pranë familjes. Përgatitemi për t'u larguar nga kolegji i trecikleve, pas një dite të mbushur me emocione. Por natyrisht rikthehemi për një hop tek kancelaria për të marrë një mesazh apo thjesht një urim. Do të dëshiroja të përcjell të gjithë kristalinëve, kudo ku ata studiojnë apo edhe punojnë, të gjithë mësuesve dhe drejtuesve aktual dhe ndërvite. Përshëndetje, përshëndetje të ngrohta dhe plot dashuri. Ju faleminderit për kontributin e vyer. Ju faleminderit prindërve të dashur, të respektuar, që besuan tek ne kthimi në realitet të ëndrave dhe dëshirave për fëmijët e tyre, që ata të bëhen bijë të denj, të arsimuar, të kulturuar për veten e tyre, familjen dhe Shqipërinë. Përshëndetje dhe falënderime speciale i dedikoj njeriu të madh arsimdashës, Zotit Ahmet Muxhaj dhe familjes së tij të nderuar. Njeriu me zemër të madhe, me kurajo dhe ndershmëri u fut në betejën e ashpër të biznesit të Shqipërisë të viteve 1999, duke sfiduar për zgjodhi arsimin, dijen, përparimin, zhvillimin e potencialit intelektual i suksesshëm. Nderim me Zotin Ahmet Muxhaj.